Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 janët e zodiakut për ditën e hënë 27 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, letra e tarotit për këtë të hënë, karoca. Një letër që të bie një energji shumë të fuqishme. Kjo letër kujton se suksesi vjen kur ti merr kontroll në drejtimin të jetës tënde dhe nuk dorëzohesh përballë pengesave. Edhe nëse këto ditë mund të ndihesh sikur gjërat po ecin më ngadalë nga sa dëshiron, në fakt je më afër arritjes së një qëllimi të rëndësishëm, sidomos në fushën e karrierës dhe punës. Sot mund të ndihesh një ndryshim energjik në jetën tënde. Dëshira për të kërkuar diçka të re, për të ndryshuar drejtim apo për të ikur nga rutina fillon të qetësohet. Në ndikimin e hënës në Briciak, fokusi kthehet te përgjegjësitë, planet afatgjata dhe ndërtimi një baze më të qëndrueshme për të ardhmen. Letra karoca të thotë mos u shpërqendro. Ke forcën, aftësinë dhe vendosmërinë për të arritur atë që dëshiron. Cilësi është ecësh përpara me besim dhe disiplinë. Nëse vazhdon të punosh fort dhe të besosh tek vetja, rezultatet do të fillojnë të shfaqen. Kjo është një ditë për të marrë frenat e tua në duar. Dash, mos prit që mundësitë të vinë vetë tek ti. Krijoji ato, fitoria është në anën tënde, por kërkon përkushtimin dhe durimin tënd. Demi, letra e tarotit dem për këtë të hënë magjistari. Një letër duket sikur po të dërgon një mesazh shumë të rëndësishëm. Kjo letër magjistarit përfaqet për ty dhe tregon se ka një energji të fortë rreth aftësive, talentit dhe fuqisë tënde personale dhe është koha të kuptosh se ke më shumë mjete në duar se sa mendon. Kjo letër lidhet në komunikimin, zgjuarsinë dhe mënyrën se si ti përdor aftësitë tua për të krijuar mundësi të reja. Ndoshta kohët e fundit ke mbajtur shumë gjëra për vete. Nuk ke shprehur atë që mendon apo nuk e treguar plotësisht vlerën tënde. Letra e magjistarit të kujton se zëri yt ka rëndësi dhe se idetë tua mund të hapin dyer të reja. Me hënën që kalon në Briciak, sot mund të ndihesh dëshirën për të mësuar diçka ndryshe, për të përmirësuar mënyrën si komunikon ose për të provuar një qasje të re në punë dhe në marrëdhënie. Ndoshta mënyra e vjetër nuk po të sjellë më rezultatet që dëshiron. Mos ke frikë të eksperimentosh dhe provoj një mënyrë të re, fol më hapur dhe përdor talentet që ke. Letra e magjistarit të kujton se fuqia për të ndryshuar situatën është brenda teje. Sot është dita për të besuar aftësitë tua dhe për të treguar botës çfarë je në gjendje të bësh. Binjakët, letra e tarotit për sot, njeriu i varur, një letër që flet për ndalesa të përkohshme, ndryshim, këndvështrimi dhe pranimin e një procesi të ri në jetën tënde, binjak. Edhe pse në pamje të parë mund të duket sikur gjërat janë pezu, kjo letër sjell një mesazh pozitiv. Diçka po përgatitet të ndryshojë. Me hënën që largohet nga zona e marrëdhënieve me ty, mund të fillosh të shohësh më qartë një lidhje të rëndësishme. Një raport që ka qëndruar vetëm në nivel miqësie mund të fillojë të marrë një drejtim më të afërt dhe më emocional. Mund të ketë një afrim, një bisedë të sinqertë ose një hap të ri mes dy personave. Por kjo letër ka dhe një mesazh tjetër binjak. Nëse kohët e fundit je ndjeri bllokuar në një situatë ku dikush tjetër ka pasur shumë kontroll ose ndikim mbi ty, tani mund të jesh gati ta lësh pas atë dinamik. Ndonjëherë duhet të ndalosh të luftuari kundër rrjedhës dhe të lejosh gjërat të marrin drejtimin e tyre natyral. Këtë të hënë energjia Briciakut të kujton të marrësh fuqinë tënde përsëri në duart e tua. Mos harro kush je dhe çfarë meriton. Jo të vonesësh pengesë, disa janë thjesht përgatitje për një ndryshim më të madh. Besoj procesit binjak, diçka në jetën tënde po lëviz, edhe nëse ende nuk e sheh plotësisht. Gaforia, letra e tarotit për këtë të hënë gafore, ylli, një nga letrat më të bukura të tarotit, që sjell mesazhin e shpresës, shërimit dhe besimit se gjërat mund të përmirësohen. Kjo letër të kujton se edhe pas periudhave të vështira, gjithmonë ekziston një mundësi për një fillim të ri. Nëse kohët e fundit ke menduar për një person nga e kaluara, sidomos për një ish partner ose dikë që ka pasur rëndësi për ty, sot mund të ketë një energji rikthimi, komunikimi ose një mundësi për të parë situatën me sy të rinj. Letra e tarotit ylli nuk premton gjithmonë një krim të menjëhershëm, por tregon shpresë dhe një mundësi për shërim emocional. Me hënën që hyn në Briciak, në zonën tënde të marrëdhënieve, fokusi vendoset te lidhjet me të tjerët. Sot mund të kuptosh më qartë se cilat marrëdhënie të japin vlerë dhe cilat kanë bërë të ndihesh i pavlerësuar. Kjo letër të sjellë një mesazh të rëndësishëm. Vendosja e kushtimit nuk të largon nga njerëzit e dur, përkundër të ndihmon të krijosh marrëdhënie të shëndetshme. Mos ke frikë të thuash atë që ndjen dhe të kërkosh respektin që meriton. Gafore, sot beso te shërimi dhe rruga jote. Ajo që është destinuar për ty do të gjejë mënyrën për të ardhur, nëse ti vazhdo të kujdesesh për veten dhe zemrën tënde. Luani, letra e tarotit për këtë të hënë drejtësia Luan,
një letër që flet për ekuilibrin, të vërtetën dhe nevojën për të vendosur gjërat në vendin e dur. Si një shenjë që gjithmonë kërkon drejtësi dhe mbron ata që nuk dëgjohen, sot mund të ndjesh shumë fort kur diçka nuk është e drejtë. Në të hënë mund të kuptosh diçka rreth një situate me një mik, një marrëdhënie ose një çështje personale që të ka shqetësuar prej kohës. Ndoshta ke toleruar më shumë se duhet ose ke heshtur për të ruajtur qetësinë, por tani e kupton se kjo po ndikon në humorin e veçanien tënde. Hëna në dritjap të ndihmon të shohësh më qartë se cilat situata të marrin energjinë dhe cilat marrëdhënie nuk po të japin më respektin që meriton. Kjo është ditë ku nuk dëshiron të bësh sikur diçka është në rregull, ku në të vërtetë nuk është. Letra e drejtësisë të këshillon të veprosh me qetësi dhe të jesh i vendosur. Vendos kufit i qartë dhe mos lejo askënd të bëjë të ndihesh më pak i rëndësishëm. Luan, sot nuk është dita për të mbajtur një bar që nuk të përket. Është dita për të zgjedhur veten, për të kërkuar respekt dhe për të rikthyer ekuilibrin në jetën tënde. Kur ti qëndron në të vërtetën tënde, diçka fillon të vendoset në vendin e vet. Zigjiresha, letra e tarotit për këtë të hënë, budallai, një simbol i fillimeve të reja, besimit dhe guzimit për të hedhur hapa drejt të panjohurës Zigjiresh. Mesazhi kryesor i kësaj letre është për ty i thjeshtë. Ndonjëherë diçka që të duhet është pak më shumë besim tek vetja. Ti shpesh kërkon të kesh një plan perfekt, të analizosh çdo detaj dhe të sigurohesh që çdo gjë është në kontroll. Por sot letra e budallait të fton të lësh pak hapësirë për spontanitet. Mund të jetë momenti i dur për të provuar diçka të re, për të nisur një ide, për të ndryshuar një rutinë ose për të ndjekur një dëshirë që e ke mbajtur prej kohësh. Nuk ke nevojë për një arsye të madhe apo për garanci absolute që të bësh një hap përpara. Ndonjëherë përvoja dhe mësimet më të bukura vijnë kur guxon të dalësh nga zona jote e rehatisë. Me hënën në britsjap, në zonën tënde të gëzimit dhe krijimtarisë, kjo është një energji që të mbështet. Mund të ndjesh më shumë dëshirë për të shijuar jetën, për të krijuar dhe për të kujtuar se jo gjithçka duhet të jetë përgjegjësi dhe detyrë. Zigjiresh, beso te vetja dhe mos ki frikë nga fillimet e reja. Një hap i vogël me zemër të hapur mund të çojë drejt një rruge shumë më të bukur nga sa e imagjinon. Peshoria, letra e tarotit peshore për këtë të hënë është vdekja, një letër që nuk flet për funde negative, po për transformim, ndryshim dhe mbyllje në një kapitulli që nuk të shërben më. Për një shenjë kaq sentimentale sa ti, largimi nga diçka e njohur mund të jetë emocionalisht e vështirë, por ndonjëherë është pikërisht ajo që të hap rrugën drejt një të ardhmëje më të mirë. Dhe të hënë mund të përballesh me një vendim të rëndësishëm që lidhet me familjen, shtëpinë ose mënyrën se si ke vepruar deri tani me jetën tënde personale. Mund të pyesësh veten nëse duhet të vazhdosh të bësh gjërat si gjithmonë apo nëse ka ardhur koha të ndryshosh diçka. Letra vdekja të kujton se mbajtja së shkuarës me vetëm nga zakoni ose kujtimet mund të pengojë të krijosh diçka të re. Disa gjëra duhen lënë të shkojnë që të krijohet hapësirë për mundësi të reja, më shumë qetësi dhe një version më i mirë në jetën tënde. Ky nuk është një vendim që duhet ta marrësh nga frika, është një zgjedhje që vjen nga dëshira për të ndërtuar të ardhmen që vërtet dëshiron. Ti ke fuqinë të vendosësh se çfarë do të mbash dhe çfarë do të ndryshosh. Peshore, mos ki frikë nga transformimi. Çdo fund sjell një fillim të ri dhe ndonjëherë ndryshimi që duket më i vështirë në fillim është ai që të çon drejt lumturisë dhe ekuilibrit që kërkon. Akrepi, letra e tarotit për këtë të hënë është hëna, një letër që lidhet me misterin, intuitën, gjërat e fshehura dhe ato situata që ende nuk i kupton plotësisht akrep. Kjo letër kërkon të mos nxitosh në përfundime, sepse jo çdo gjë ashtu si duket në sipërfaqe. Në të hënë mund të ndjesh se ka diçka që nuk të bën plotësisht, një situatë, një bisedë ose një person që të lë me pyetje. Në vend që ta injorosh atë ndjesi të brendshme, sot është momenti të përdorësh ngacësitë tua më të forta, hetimin dhe intuitën. Ti je një shenjë që di të shkojë përtej asaj që duket dhe të zbulojë të vërtetën. Letra e tarotit hëna të kërkon të bësh pyetje të dhura, të vëzhgosh detajet dhe të mos kënaqesh me përgjigjet sipërfaqësore. Diçka mund të jetë duke u zbuluar gradualisht dhe ti ke aftësinë ta kuptosh. Megjithatë, ki kujdes të mos lejosh frikën ose dyshimet të udhëheqin. Dëgjoj intuitën, por kombinoje atë me fakte. E vërteta do të dalë në dritë kur ti je gati ta shohësh. Akrep, sot dita për të kërkuar më thellës, për të zbuluar të këshiet pas pamjes së jashtme dhe për të besuar në instinktin tënd. Ti e di si të arrish deri në zemër të çështjes. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të hënë shigjetar, hierofanti, një letër që të fton të qëndrosh i fokusuar, të ndjekësh rrugën ku je dhe të mos kërkosh gjithmonë ndryshim, vetëm sepse ndryshimi të emocionon. Ti
Ti je një shenjë që e do aventurën, lirinë dhe zbulimin e gjërave të reja. Shpesh dëshiron të provosh një rrugë tjetër, të ndërtosh planet ose të largohesh nga rutina, por sot taroti të sugjeron diçka ndryshe. Ndonjëherë suksesi vjen duke qëndruar aty ku je dhe duke i dhënë kohë një zgjedhje të mirë që ke bërë tashmë. Letra e Hierofantit të kujton vlerën e disiplinës, traditave dhe mësimeve që ke marrë nga përvoja. Mund të jetë një ditë ku duhet të vendosësh kufi më të fortë dhe të mos ndryshosh mendje vetëm për të kënaqur të tjerët. Ndoshta për ty mund të duket e pazakon të jesh më i vendosur ose më fleksibël, por këtë herë kjo mund të jetë pikërisht ajo që të duhet. Të kujdeset për nevojat e të tjerëve është një cilësi e bukur, por nuk duhet të harrosh veten gjatë rrugës. Shigjetar, sot mos kërkoj një derë të re vetëm sepse dera ku je duket e qetë. Ndonjëherë rruga e dur nuk kërkon ndryshim, por besim dhe përkushtim. Qëndroj fort në zgjedhjet e tua dhe beso te rruga që ke nisur. Dritsjapi. Letra e tarotit për këtë të hënë dritsjap, të dashuruarit, një letër që flet për dashurinë, zgjedhjet e rëndësishme dhe lidhjen e thellë me veten. Me hënën që hyn në shenjën tënde, kjo letër të sjell mesazh shumë të fuqishëm. Para se të kërkosh plotësim nga të tjerët, duhet të kujtosh vlerën dhe dashurinë që ekziston brenda teje. Ndonjëherë mund të kapesh duke parë jashtë vetes, duke menduar se je një person tjetër, apo marrëdhënie apo një situatë që të sjellë lumturinë që kërkon. Mund të presësh që dikush tjetër të jap siguri, mbështetje ose të ndihmojë të ndihesh i plot. Por letra të dashuruarit të kujton se lidhja më e rëndësishme fillon me marrëdhënien që ke me veten. Kur e njeh vlerën tënde dhe jep vetes dashurinë dhe respektin që meriton, edhe marrëdhëniet e tjera bëhen më të shëndetshme. Sot është një ditë për të reflektuar mbi zgjedhjet e tua, apo ndjek atë që dëshiron vërtet, apo po përpiqesh të përmbusësh pritshmëritë të tjerëve. Beso në intuitën tënde dhe mos harro se je ti krijuesi i rrugës tënde. Dritsjap, dashuria e vërtet nuk fillon duke kërkuar dikë që të plotësoj. Ajo fillon kur ti e pranon dhe e do plotësisht veten tënde. Ujori, letra e tarotit për këtë të hënë ujor, dielli, një nga letrat më pozitive dhe më të fuqishme në tarot. Kjo letër sjell energji gëzimi, qartësie, suksesi dhe lajme të mira. Është një shenjë që gjërat mund të fillojnë të ndriçohen dhe situatat që kanë qenë të paqarta mund të marrin një drejtim të bukur. Letra e tarotit diellit lidhet me energjinë e luanit dhe kjo është shumë interesante për ty, sepse periudha e luanit aktivizon zonën tënde të marrëdhënieve dhe partneriteteve. Kjo mund të sjellë një ndikim pozitiv në lidhjet e tua me të tjerët. Nëse ke kaluar një periudhë ku një marrëdhënie ka pasur vështirësi, ke pasur keqkuptime ose ke punuar për të mirësuar një lidhje të rëndësishme, sot mund të fillosh të shohësh rezultatet. Mund të ketë më shumë ngrohtësi, komunikim dhe afërsi mes teje dhe një personi të rëndësishëm. Për ata që janë në një lidhje, kjo letër sjell mundësi për të rikthyer gëzimin dhe për të forcuar lidhjen. Për ata që janë beqar, dielli mund të tregojë një periudhë ku energjia jote tërheq më shumë vëmendje dhe mundësi të reja. Ujor, mesazhi letër tarotit dielli është të lejosh lumturinë të hyjë në jetën tënde. Mos u përqendro vetëm te problemet e së kaluarës. Shiko përpara dhe prano gjërat e mira që po afrohen. Sot është një ditë për të buzëqeshur, për të besuar dhe për të kujtuar se marrëdhëniet më të bukura ndërtohen me sinqeritet, dashuri dhe dritë. Peshqi, letra e tarotit për këtë të hënë peshq është djalli, një letër që flet për tundimet, e bardhësitë emocionale, modele që përsëriten dhe situata që të mbajnë lidhur edhe kur e di se nuk të bëjnë mirë. Sot mund të ndjesh se je lodhur nga një situatë që është kthyer disa herë në jetën tënde. Ndoshta është një marrëdhënie, një zakon, një frikë apo një zgjedhje që ke provuar ta lësh pas, por që vazhdon të shfaqet përsëri. Letra e tarotit djallit të tregon se ky është momenti për ta parë më qartë atë që të tërheq, por edhe atë që të dëmton. Lajmi i mirë është se tashmë je duke mësuar të dallosh këtë model përpara se të biesh përsëri në të njëjtin rreth. Le të dia është hapi i parë drejt çlirimit, kur kupton çfarë të do beson, fiton fuqinë për të zgjedhur ndryshe. Me diellin dhe hënën në shenja me energji të fortë, kjo ditë të kujton të marrësh përsëri kontrollin mbi jetën. Mos ia dorëzo fuqinë tënde një personi tjetër, një situate apo një frikë të vjetër. Peshk, ti nuk je i lidhur për gjithmonë me atë që të ka mbajtur mbrapa, ke forcën për të kthyer ciklet që nuk të shërbejnë më dhe për të zgjedhur një rrugë më të shëndetshme. Sot pyet e veten, apo zgjedh atë që më bën mirë, apo atë që thjesht më duket e njohur, fuqia jote është aty. Mjafton ta marrësh përsëri në duart e tua. Këto ishin parashikimet e letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e hënë, 27 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, lini komentin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.